Zonat të cilat janë caktuar për vendosjen e mjeteve lundruese janë bërë shkak i një konflikti mes operatorëve turistik detar në Sarandë dhe Bashkisë. Ata kundërshtojnë vendimin e institucioneve që mjetet e tyre lundruese për pushuesit të vendosen në një vilë larg Bregdetit me frekuentim të lartë të pushuesve vendas dhe të huaj. Arben Qipa, kreu i operatorëve turistik për Sarandën, e cilësoi situatën shqetësuese. Sipas tij, pronarët e mjeteve lundruese së bashku me përfaqësues e institucioneve shtetërore duhet të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje, pasi sezoni ka nisur dhe kjo ndikon në ekonominë e bizneseve, por edhe në buxhetin e shtetit. Padyshim që ndikon te vetë operatorët, pasi ditët kanë filluar dhe numërojnë, shpenzimet kanë filluar dhe le themi ekzistojnë për subjektet, dhe në rast ata nuk fillojnë të sigurojnë të ardhura, atëherë e kuptohet nuk është vetëm shpenzimi, por janë dhe detyrimet të cilat shumëzojnë herë dy. Dhe në këtë kuadër do të pajtohesha me operatorët se ata duhet të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Do të duhej që këto masat ishin marrë pak më herët nga të dyja palët. Por mendoj se duhet të ulur, sa që nuk është vonë, jemi në fillim sezoni ka filluar në të vërtetë, aktivitetet ka filluar gjitha, subjektet janë qelur gjitha, dhe duhet të ulur në kohën më të shpejtë të mundshme, në rast se dies ka pas rezultat takimi, të gjendet një rezultat brenda javës së ardhshme, ku mendoj se të tre palët do të bien dakord disi në pretendimet e tyre dhe në mundësinë që ekziston për operatorët turistik. Në një lidhje për MCN, Përparim Ahmeti, anëtari i Këshillit Bashkiak në Sarandë, tha se vendbazimet që propozon bashkia nuk janë të përshtatshme për operatorët. Ahmeti në vijim tha se po shkohet nga një rrezik në tjetrin, pasi edhe në vendet e propozuara nuk ka siguri për pushuesit. Debati ka qenë që në mbledhjen e kryesisë, ku janë pjesë e mbledhjes së kryesisë, kishte ardhur mendimi nga Komisariati i Kufirit për 2 vendbazime, bashkia kishte kërkuar 4, ne në kryesi kërkuam 6. Arsyeja është dhe debati lindi më tepër sepse vendbazimet që kishte kërkuar Kufiri janë në disa pika që në vend të mbrojmë qytetarët, turistët, aty duke u caktuar ato vendbazime aty, deti është i rrezikshëm, është shkëmbor dhe në vend që të shpëtojmë, krijojmë akoma probleme më të mëdha për turistët. Nuk janë vende të përshtatshme dhe me të drejtë operatorët që merren me këtë profesion i kundërshtuar forcë këto vendbazime. Gjatë debatit të mbledhjes vendos pastaj mendimi jonë që të ketë 6 vende, po nuk ishte pasqyruar me harta. Dhe kështu lindi dyshimi sepse ato mund të vendosin në vende që jo të përshtatshme. Gjatë kësaj proteste, operatorët turistik janë përballur dhe me forca të shumta policie, duke shkaktuar dhe përplasje fizike mes protestuesve dhe uniformave blu.